Gjitha falenderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu Gjelle Shanuhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Përshëndetjet dhe selamet tona në këtë ditë xumaje qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi atë të bekuar i cili me përgjegjësinë më të madhe e kreu amanetin dhe e këshilloi ummetin. Përshëndetjet dhe selamet tona qofshin edhe mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, Allahu i madhruar na drejtohet me një ajet kuranor duke thënë: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum." Mundet që ju ta urreni një gjë, por ajo është e mirë për juve. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Dhe mund ju ta dëshironi një gjë, por ajo është e dëmshme për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din, ndërsa ju nuk e dini. Vëllezër, ky ajet është formula e jetës tonë. Ne shohim vetëm të tashmen, mirë po Allahu i madhreshëm e sheh edhe të ardhmen. Ne të dashur vëllezër besimtare shohim vetëm sipërfaqen, por Allahu e sheh thelbin. Ne të dashur vëllezër besimtar shpesh gjykojmë me emocione, mirë po Allahu gjykon me urtësinë dhe mençurinë e tij absolute. Dikush mundet me drejt me pyet dhe me thonë: nëse Allahu na don, pse na jep dhimbje? Pse na godet me sprova? Dëgjoni këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam në mënyrë që të qetësoheni, të rahatoheni. E pyetën pejgamberin alayhi salatu wasalam në një rast, i thanë: "O dërguari i Zotit, kush janë njerëzit që sprovohen më së shumti?" Muhamedi alayhi salatu wasalam u përgjigj, tha: "Janë pejgamberët, pastaj njerëzit e mirë, edhe pastaj kështu me radhë." Dhe vazhdoi pejgamberi alayhi salatu wasalam duke thënë: "Tha njeriu sprovohet sipas besimit të tij. Sa më të fortë që e ka besimin, aq më të madhe do ta ketë edhe sprovën. Dhe sa më të dobët që e ka besimin, aq më të vogël do ta ketë edhe sprovën." Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Sprovat do të vazhdojnë ta ndjekin besimtarin deri në atë moment sa është ecë mbi sipërfaqen e tokës i pastërt si loti." Ndaluni pak të dashur vëllezër besimtar dhe mendoni: nëse sprovat do të ishin një shenjë që Allahu është i hidhëruar me neve, atëherë me drejt njerëzit më të dashur, pejgamberët e Zotit, do të kishin jetë më të mirë. Mirë po realisht kanë qenë njerëzit më të sprovuar në jetën e kësaj dynjaje të dashur vëllezër besimtar. Andaj konsideroje gjithmonë sprovën një mundësi për të ngritur, një mundësi për të pastruar. Të dashur vëllezër besimtar, pse është arsyeja e kësaj logjike? Dikush don me e ditë, po pse Zoti na sprovon? Sepse të dashur vëllezër besimtar, keni parë për shembull arin. Ari sa më tepër të ketë vlerë, duhet mi u nënshtru zjarmit. Pse mi u nënshtru zjarmit? Jo me djeg arin, mi ja djeg pa pastërti, del sa ma kualitet. Kështu është edhe besimtari kur e godasin sprovat. Ja largojnë katet, e pastrojnë prej mkateve, tamam del i pastër sikur loti. Dhe historia islame është e mbushur me shembuj të ndryshëm nga ajo çka prezantova deri tani. Po e sjelli vetëm një shembull që të mos zgjerohem shumë. E kemi shembullin e Jusufit alayhi salatu wasalam. Nëse ndalimi edhe e shikojmë për së afërmi historinë e tij,
sken pas skene, do të shohim se jeta e tij ishte e tëra krejt dështim. Pse? Sepse si i ri ai u hodh në bunorin e tij, nga vëllezërit e tij. A ka tradhtim të madhe? Pastaj u shit si sklav në vend të huaj, a ka poshtrim më të madh? Pastaj u akuzu pa drejtësisht dhe u burgos dhe qëndroi në burg për vite të tëra, a ka pa drejtësi më të madhe? Pra kjo ishte, nëse e shohim për sa afërmi skenën e tij, historinë e tij, mirë po nëse e bëjmë një hap pak më mbrapa dhe shohim se çka realisht pse i ndodhen këto sprova, do të shohim urtësinë edhe fuqinë e madhe të Zotit të Madhreshëm. Bunori ishte mjeti i vetëm për ta quar Jusufin a.s. nga shkretëtira në Egjipt. Skllavrimi i tij ishte mjeti i vetëm ku e mësoi administrimin e shtetit. Dhe burgu të dashur vëllezër besimtar ishte universiteti ku Allahu e përgatiti për të qenë lider. Pra çdo tragjedi në fakt ishte një shkallë për ta ngritur personalitetin e tij. Andaj ajo që dukej në fillim si dënim, në fakt mbrapa saj kishte urtësi të mëdha. Dhe kjo është ajetin që e lexuam në fillim, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Mundet ju ta urreni një gjë, mirë po ajo është e dashur, e mirë për juve. Mirë po vëllezër të nderuar, të flasësh është lehtë, mirë po kur dhimbja të godet është e rëndë. Dhe shtrohet pyetja, çush mia dalni kur të na godasin sprovat? 3 hapa na i ka dhënë feja jon e bukur të dashur vëllezër besimtar, që ti kemi parasysh në këtë situata dhe me lejen e Zotit kemi për t'ia dalur. Hapi i parë është të kesh mendim të mirë për Allahun e Madhreshëm. Kur kirurgi e pret atë trupin e pacientit, pacienti ban sabër duron, sepse e din se kirurgi nuk është duke e prej trupin e tij për ta vrarë, mirë po për ta shëruar, për t'ia largu smundjen. Kështu konsideroj edhe ti Zotin e Madhreshëm kur dërgon sprovën. Dije që me anë që asaj sprove, Zoti është duke të ngritë, është duke të pastruar. Hapi i dytë të dashur vëllezër besimtar është asnjëherë mos e gjiko fundin fillim. Dikush bën gabim, me një herë në start gjikon, shife. Keni parë për shembull një ndërtesë në fillim kur fillon me u ndërtu, bau shtell hesapi, pluhur, zhurmë. Mirë po arkitekti që e ka bu konstruktin e asaj ndërtese, tregon se nga kjo baushtellë do të dalin një ndërtesë shumë e mirë. Shihni për shembull këtë xhami të bukur që e kemi. Nëse ktheheni disa vite mbrapa, do ta shihni, do thotë e tëra ka qenë pra baushtellë, e tëra ka qenë pluhur, rënoj, dhe ndoshta për njerëzve ka pas, po kur do të bëhet ndoshta kjo xhami? Po kur do ta gëzojmë ndoshta këtë xhami? Mirë po, me sabër, çdo gjoja dilet të dashur vëllezër besimtar. Dhe hapi i tretë, pra ktheje dhimbjen në dua. Sa herë që të godasin sprovat, lidhu sa më shumë me Zotin e Madhreshëm. Jusufi a.s. edhe kur ishte në bunar, edhe kur ishte në burg, u lidh edhe më tepër me Zotin e Madhreshëm. Edhe ti lidhu më tepër me Zotin e Madhreshëm. Edhe dije se Zoti i Madhreshëm, sa më i thyer t'jesh, sa më i përkushtuar tek Zoti, sa më nevojlit tek Zoti, aq më i dashur do t'jesh. Dhe Zoti do të falë, do të mëshiron, edhe do të shpërblen, edhe lutjet do t'i pranon. E lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëj që të jemi të kënaqur gjithmonë me saktimin e Tij. E lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëj prej tillëve që durojmë sprova në mënyrë që sprovat jenë sebeb që ne të ngritemi në shkallët më të larta të xhenetit. Dhe e lutim Allahun e Madhreshëm që na mundsoj të mirën ta njohim si të mirë dhe të punojmë për të, dhe të na mundsoj që ta njohim të keqen, që të distancohemi, të largohemi prej saj. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.